Për të lidhje të drejt për drejt, ndërka që protestat janë duke vazhduar në Tiranë dhe tash më duket sikur ka eskaluar protesta atje, sepse ka qenë duke mbajtur seansa e kuvendit dhe protestuesit sërish kanë dalë para kuvendit duke penguar kështu edhe deputetët, duke hedhur veze, po ashtu ka ndërhyr edhe policia, duke përdorur kështu edhe gazin lotësielës. Gjitha detajet nga atje do të na sjell tani në një raportim të zgjeruar gazetari Martin Marku. Martin, përshëndetje. Përshëndetje Dorina, në fakt situata cilat janë detajet sepse në mediat e Shqipërisë tashmë po shohim kudo pamje të protestës e cila duket se ka eskaluar. Po, në fakt gjatë paraditës së sotme prej orës 10 vjen protesta qytetare e cila tashmë ka agravuar sa i takon përplasjes mes protestuesve të cilët kanë vijuar dhe vazhdojnë të qëndrojnë prej orës 10 përpara kuvendit të Shqipërisë, duke penguar në një farë mënyrë edhe lëvizjen e deputetëve, përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës. Vetëm pak minuta më parë, në fakt, ka patur një agravim jashtëmase të situatës, ku ka patur një përplasje të fortë mes policisë dhe protestuesve, pasi këta të fundit në fakt ishin ulur këmbë kryq përpara kryesisë së kuvendit, përpara godinës së kuvendit, duke bllokuar lëvizjen dhe daljen e deputetëve, pasi ka përfunduar vetëm pak minuta më parë edhe seansa parlamentare. Në fakt është dashur ndërhyrja me mjetë të ujit, pra me autoblinda dhe autoblinda me ujit për të shpërndar protestuesit. Në fakt gjë e cila ka ndodhur dhe më pas edhe këta të fundit janë kundërpërgjigjur me mjete të ndryshme, qoftë me shishe ujë apo me vezë, duke qelluar qoftë uniformat blu, të cilët ishin të shumtë në numër gjatë ditës së sotme, po ashtu edhe duke goditur në një farë mënyrë edhe automjetet e deputetëve të cilët dilin në momentin që është agravuar situata pra nga kuvendi i Shqipërisë. Sigurisht edhe në këto momente që ne flasim, të paktën ka 10 persona të shoqëruar në komisariate të ndryshme të kryeqytetit. Nuk dihet në fakt edhe numri i personave të cilët janë shoqëruar për shkak edhe të zhvillimeve të cilat janë në VMC, pra sa i takon edhe dinamikës përplasjes mes policisë dhe protestuesve. Sigurisht ka patur të dëmtuar në këtë protestë. Është dita parë në fakt që ka edhe persona të cilët janë të gjakosur, qoftë punonjës policie, po ashtu edhe protestues të cilët kanë përfunduar në spital, po ashtu nga ana e policisë është hedhur gaz lotësielës me sprajt, me specdjegës, çka ka shkaktuar erritime nga syt tek protestuesit dhe disa prej tyre kanë përfunduar në spital, por nuk dihet më saktë në fakt Doredina numri i personave të cilët tashmë janë të revoltë dhe kësaj proteste e cila është përshkallëzuar gjatë ditës së sotme, që nuk jemi parë, në fakt nuk jemi parë gjatë këtyre ditëve të ketë një revolt kaq të madhe, pasi prej pakti një muajt protesta ka vijuar e qetë, pra nuk ka patur problematika, qytetarët kanë protestuar në mënyrë paqësore, por që prej ditës së djeshme në fakt është agravuar situata. Prej 2 ditësh protestuesit, qytetarët kanë dalë përpara kryesisë së kuvendit, përpara parlamentit, duke bllokuar qoftë hyrjen e deputetëve dhe më pas qoftë daljen pasi ka mbaruar seanca plenare. Dhe Martin, në anën tjetër për atë se çfarë ndodhi sot me gjas u asarua deri diku kushtimisht edhe kryeministri Rama, sepse pati një deklarim të tij të paktën kështu e pam nëpër mediat në Shqipëri, thonë të politikës së dështimit po dalin në pah me pislokun e tyre. Rama ka reaguar pas përplasjeve para kuvendit dhe thotë se protesta e bukur i ala vendin sherrit e dhunës. Mund të na tregoni pak më shumë lidhur me atë se çfarë po thotë kryeministri Rama për atë se çfarë po ndodh tani? Në fakt veti ka patur reagime të shumta nga mazhoranca, qoftë nga kryeministri Edi Rama, i cili në fakt i ka quajtur mbetje sociale disa prej protestuesve, të cilët prej 2 ditësh tashmë
ka eskaluar pra situata. Nuk kemi më atë protestën e zhvilluar përpara kryeministrisë dhe marshimin në rrugët e qytetit të Tiranës, por tashmë prej paktën 2 ditësh ka një grup protestuesish, paktën siç e ka cilësuar kryeministri i vendit zoti Edi Rama, pra si mbetje pra të cilët i ka quajtur mbetje sociale, këta grup protestuesish kryesisht të rinj, të cilët dalin dhe protestojnë dhe ushtruar dhunë ndaj punonjësve të policisë. Madje edhe vetë zoti Taulan Balla në një deklaratë për mediat ka pohuar faktin se kush vën dorë mbi uniformat e policisë, këta të fundit do t'i përgjigjen me të njëjtën situatë. Pra nëse do të ketë gjak ndaj uniformat blu, e njëjta situatë do të jetë edhe nga policia në drejtim të protestuesve, çka lënë të nënkuptohet se do të ketë, pse jo, një agravim të situatës, pasi edhe në këto momente që ne flasim, situata vjen të jetë e tensionuar përpara parlamentit në rrugët e Tiranës, duke patur ndoshta një numër më të vogël protestuesish se sa jemi mësuar të shohim gjatë gjithë këtij muaji të kaluar në rrugët e Tiranës, por tashmë me sa duket ka një skenar tjetër nga ana protestuesve, paktën gjatë paraditës dhe jo siç jemi mësuar të shohim gjatë mbrëmjes duke marshuar në rrugët e Tiranës. Martin, të falenderojmë shumë për gjitha këto detaje që na dhe faleminderit që çdo herë je gati për të na dhënë informacionet më të reja nga atje. Ju falenderoj edhe unë ju dhe faleminderit që pasqyroni realitetin që ndodh në vendin tonë. Dyshim, kur ka gazetar si ju që tregojnë në kohë reale dhe janë të gatshëm gjithmonë për të bërë pjesë e emisionit, na si edhe për ne që të shfrytëzojmë platformat tona për të përquar në kohë reale gjithçka që ka ndodhur jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë saj.